çmimi Chanella, në nder të tenorit Tomas Italian, i jepet baritonit Mahir Tagizade. Baritoni nga Azerbajxhani Mahir Tagizade është fituesi i çmimit të parë të edicionit të dytë të Dohas, Durrës Opera Art of Singing. Juria ndërkombëtare e eventit kulturor e përbërë nga disa prej emrave më të njohur të skenës shqiptare dhe botërore, si sopranoja e famshme Inva Mula, pianisti dhe pedagogu britanik Richard Valentin Barker e të tjerë, vlerësuan në natën finale kandidatët më të mirë, mes këngëtarëve që vinin nga 11 shtete të ndryshme. Për drejtuesin artistik dhe themeluesin e këtij eventi, baritonin e famshëm Durrësa Gëzim Myshketa, edicioni i dytë dëshmoi një interesim mjaft të lartë të kandidatëve për të bërë pjesë e 4 ditëve të masterklaseve, ndërsa niveli artistik i artistëve të përzgjedhur ishte mjaft i lartë. Kanë ardhur nga 11 shtete të ndryshme në Durrësin tonë të bukur, janë tmerrsisht bravi. Aty ata kanë sjell pjesë nga më të njohurat dhe më të panjohurat. Kemi përzgjedhur një repertor sa më të njohur nga Giuseppe Verdi, Puccini, kompozitorët kryesor të belcantos italiane. Publiku në sallë ndoqi me mjaft interes interpretimet mjaft të arrira të artistëve të rinj dhe duart rokiti gjatë, stilin operistik dhe interpretimin skenik të gjithë pjesëmarrësve. Mes emrave të vlerësuar nga juria, spikati dhe ai këngëtares lirike Blerta Zhegu, e cila rëmbeu çmimin e publikut si dhe çmimin Aleksandër Mojsio. Projekti iniciuar nga baritoni Myshketa synon ta kthejë qytetin në një pikë referimi për formimin e këngëtarëve lirik dhe të krijojë një festival ndërkombëtar veror të operës. Ëndra ime është që të bëhet i tillë. Në radhë të parë të bëhet një pikë referimi për operën në qytetin tim të lindjes, me cilin më lidh një dashuri që nuk ka pushuar kurrë ekzistuari, megjithëse u bëra 28 vjet që ndodhem, jetoj dhe punoj jashtë shtetit. Dhe ëndra ime është që të kemi më në fund festivalin veror, stabil, çdo vit në qytetin e Durrësit, sepse Durrësagët dhe Durrësi e meritojnë këtë gjë. Në natën finale të Dohas, një çmim i veçantë ishte rezervuar dhe për baritonin Myshketa, i cili u vlerësua nga UAMD me çmimin Ambasadori i Universitetit. Shumë faleminderit. Vlerësoj jashtëmase dhe dua të them që përveç bashkisë dhe të gjithë institucioneve dhe njerëzve Durrësagëve të mirë që na kanë ndihmuar që ky aktivitet të rritet, keni qenë në vërtet bashkëpunues kryesor me disa njerëz të njohur, profesorin Ledar Kurpi, familjen Kodani, Mira dhe Leonard, të cilët janë marrë që nga transportimi pianos, zonja akordes, gjëra dhe në kanë dhënë jetën e tyre për të dhënë Durrësit një diçka që për vitet edhe falenderoj për shpërimet për mua. Faleminderit. Shumë faleminderit.